E shikues dashur, para se të fillojmë me bisedën me mysafirët tonë që na kanë ardhur nga Prizreni, dua t'ju tregoj për Vegetën. Vegeta 1 dhe e vetmja vjen me shinën njëjtë, por me paketim të ri, kështu që kur do që shkoni në market për ta blerë, mos harroni, kjo është paketimi i ri. Ky është paketimi i ri i Vegetës. Pa të nuk ka shije në kuzhinë, kështu që mos harroni me e marrë. E tash është momenti të flasim për një traditë që ka karakterizuar e përcjell Kosovën e Dardaninë ndër shekuj. Në studio do të mirëpresim mysafirët tanë nga punëtoria Filigran në Prizren, mjeshtër të një prej zejeve më të vjetra dhe më të çmuara të qytetit, Filigranit. I mirëpresim në studio pra dhe mysafirët. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi këtu në studio. Faleminderit. Mund të uleni. Faleminderit. I kemi këtu pra edhe disa punime të Filigranit të vendosura në tryezën, në sofrën e Prizrenit. Është kënaqësi e madhe t'ju kem kështu në këtë muaj të Prizrenit, në këtë sofër, si mysafirët e parë dhe të flasim më shumë rreth kësaj tradite kaq të bukur. Mund t'i shohni të gjithë shikuesit pra këtu në tryezë edhe punimet kaq të bukura të cilat janë nga Filigrani. Po, a mundeni ndoshta të fillojmë bisedën edhe me na tregu pak rrugtimin, si ka filluar gjithçka, pra rrugtimin tuaj personal në Filigran. Faleminderit për ftesën. Filigrani si vjet feston 80 vjet themelimin e saj. Ka kaluar në shumë perioda, ma të vështirave, mirë po besojm tash ka me qenë edhe ma e lehtë. Në Filigran organizohet prodhimi stolive prej arit dhe argjendit me punë dorës. Momentalisht jemi të i punu vetëm me argjend. Mas studimeve jam kthy në Filigran, kam fillu më marrë me zejën e Filigranit, kom organizu domethënë punën, shitjen, prodhimin, kështu me radhë. Po kur vendosit të hapnit punëtorinë, edhe a ishte e vështirë me realizu? Punëtorinë kanë hap tjertë në vitin 1946, mirë po na kemi vazhdu. Masi është rrit prodhimi i Filigranit, ka pas nevojë mu hap shkolla e mesme e Filigranit, në cilën janë navësu nxënësit. Me kalimin e kohës, Filigrani u rrit në fabrikë. Mirë po pas luftës, kemi pas probleme, prap kemi kemi vazhdu domethënë punën me Filigran në vitin 2007 dhe i tash jemi të vazhdu. Po çka e bën Filigranin e Prizrenit të veçantë në krahasim me Filigranet tjerë? Shumë njerëz kur vinë në Prizren çuditën se punohet Filigrani në Prizren. Mirë po na jemi ata që ruajmë trashëgiminë kulturore, të cilën kemi pas çdo herë. Domethënë kjo zeja është trevat tona përmbi 500 vjet. Edhe ndoshta edhe përpara, i pas këtë punë që jemi të i bo, është punë specifike, është shkolla e Filigranit, në botë pak vende ekzistojnë këto shkollat. Po sa kohë duhet mësua ndoshta bazat e punimit me Filigran? Tash, na përpara kur kemi qenë, në atë kohën tonë, kur kemi nisë më marrë me këtë profesion, domon ka qenë shkolla e mesme profesionale me 3 vite, ku masi që e përfundonim mësimin, domon punën praktike e kryshim në organizatën apo atër ka qenë kooperativa e Kujundgjive, domon me kalimin e kohës janë ndryshu emrat, e bëjshim punën praktike në Filigranin e atërshëm, kështu që për me qenë një mjeshtër i kvalifikum, u nevojishin 3 vite. Po ky zanatin nuk ka kufi, kur s'mundesh me thonë se çdo herë ka risi të reja dhe çdo herë mundesh me kriju diçka, se është thjesht nëse përkthejmë i bjerë që ato që e shem me sy mundesh me shëndru në art. Po cilat janë materialet kryesore të cilat përdoren? Po me tonë materialin për një prodhimtari? Po nëse tash për momentin, sikur që e ceku menaxheri, përpara kemi punu shumë me ari, po për shkak mundësive materiale, kostos, fuqisë tonë, domethënë na jemi detyruar të kthehemi në argjend, edhe kështu zakonisht na i kemi punimet e argjendit. Ku Filigrani me prodhimet e saj, domethënë dikur ka qenë njoftur në gjithë ish bregdetin jugoslav, domethënë prej bregdetit malazez deri në Sloveni.
kemi qenë të njoftun, mas privatizimit na jemi reaktivizu prapë, se për ndryshe na jemi prej bankave të filigranit, po privatizimi, do më thonë, si çdo kun e shkatroj ekonomin, kështu që na me bashkimin e mjeteve, disa kolegëve të shprejnë ashtu, jemi rihap dhe jemi reaktivizu edhe punojmë edhe sot e kësaj dite. Po sa durim dhe përkushtim kërkon ky zanat? Shikim të parë, do më dhe generatat e reja, kur po vjenë se na zakonisht edhe majmë edhe kurse, shikim të parë duket që është punë me nerva, puna si po është knasje e madhe se kur e shesh e mod prej një fije telit, po krijon diçka, me zi spret vjen momenti që të mrinë në finale dhe që çka ke qenë gjendje me bu prej një fije telit, çka ke arrit me kriju. Po ndoshta me na tregu pak se si krijohet një punim, ndoshta prej fillimit, procedura, sa merr kohë, ndoshta punimi i njerëz prej punëve që i kemi këtu. Po zakonisht na mas pari e marrim, do më thënë, e kemi atë planin e punës, çka do të prodhojmë. Na përveç artikujve tonë tradicional që i kemi me shekuj prej vitit 1946, që i trashëgojmë edhe sot e kësaj dite, na i kemi punojmë edhe me kërkesat konsumatore, me kërkesat të ndryshme. Mas pari e marrim shembull nëse kemi punojmë me një flutër shembull, tash e kërkojmë çfarë lloj flutra, tu e di që kemi 100.000 lloje flutrash, e bëjmë vizatimin, e bëjmë dizajnin, mandej e përgatisim materialin, domethënë shkrihet argjenti, i fitojmë telat, dimensionet të cilat në nevojiten për me prodhu një prodhim, kështu që Sa kohë mund të marrë e tërë procedura? Pregatitja nuk merr shumë kohë, ndërsa finalizimi i një prodhimi tash varet se sa është madhësia, sa i kësaj flutrës, shembull. Po, shembull, që na aty në kolektiv, domethënë duhet ta cekë që na kemi punime që bëjmë në mënyrë individuale, po mundem edhe i punojmë edhe në mënyrë kolektive. Po zakonisht na për mos me ngarku për shkak edhe të moshës, edhe çdo gjë tjera që lidhet me procesin e prodhimit, na e bëjmë në mënyrë ekipore, kështu që një pjesë e bën dikush tjetër, njëri, po dikush edhe në fund bëhet finalizimi. Shembull një flutër, nëse e punojmë në mënyrë efektive, në 4 vetë, nëse 4 punëtor të kvalifikum, atëherë këta mundem me bo, po thomë, për 2 ditë, apo 16 orë efektive, kështu, pa ngarkesa. Po sa ka interesim prej të rinjve që të mësojnë këtë zanat? Në momentin e fundit ka shumë të interesuar, nëpërmjet ndihmës së Kuvenit Komunal Prizrenit, e organizojmë kurset 8 mujore në punëtorin tonë. Si vetë kemi pas shumë interesim. Gjysa e kursistave kanë qenë prej Prishtinës, gjysa prej Prizrenit, që është edhe maja si me qenë njëru i kënaqën kursistat që vinë e kanë krysh Akademin e Arteve, do më thonë vinë të na mu aftësu, ajo në gëzon shumë. Kemi prej shkollës fillore, shkollës mesme, edhe kemi prej jashtë, do më thonë që kanë kryt fakultetin, vinë mu aftësu. Besoj që në të ardhmen do të kemi ma shumë sukses, sepse çdo ditë e ma shumë është interesimi i madh i rinis, pasi rinia po del jashtë, mirë po ka që vinë të mësohen aty. Po cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen sot mjeshtrit e filigranit? Kush po na përgjigjet? Sfidat më të mëdha për momentin janë kur lëndën e parë është shumë vështirë të bëjmë, sepse shteti si shtet nuk i kemi ala ato liri tona për me marrë ku të mujmë. Na detyrohëm gjithçysh me mbledh 4 muaj prej popullit që kanë punu, me marrë, me prodhu, me shkri, me punu prapë, që aty i kemi problemet më të mëdha. Po sa është e vështirë të ruhet ndoshta autenticiteti në këtë kohë moderne? Po na që ata jemi të munu edhe me majtë edhe me rujt këtë tradit, edhe jemi të dhonë me mishe me shpirt për me rujt traditën e Prizrenit, e të Kosovës, edhe për mësojmë ata në zonësat, jemi të kënaqen me ta që po ka interes për tyve edhe
Shpe vazhdojmë. A ka treg ndërkombëtar për filigranin e Prizrenit? Shqojnë për para, filigrani ka pas tregun e vetë. Mi po pas luftës pakës u ngushtu tregu filigranit, s'kemi pas për para, s'kemi mujtë medalë jashtë. Mi po tash po mundohemi prap medalë, se kemi pas për para tregun edhe në Gjermani, dhe më thënë në Evropë. Po. Si veti kemi provullu për Slovenin edhe për Kroacin. Kemi treg, mi po duhet me pas ma shumë lëvizje. Sa ndikon turizmi në zhvillimin e këtij zanati? Po shumë ndikon të turizmi. Pakës janë të informuar ata që vinë Prizren për filigranin. Mi po kur vinë punëtorin tonë, e shofin çka jemi të i bo, ata çuditën që ekziston në Kosovë asi far arti. A ka ndonjë simbolik të veçantë në motivet që përdorni? Shiqoni, në punimet e filigranit ka shumë simbolika, varet prej kush e porosit. Varet prej, është për fen ortodokse, për fen katolike apo fen muslimane. Se çdo fe ka simbolikën e vetë, na mundohemi mos me gatru simbolikat e... Për atë arsye, në çdo herë jemi lidhur me natyrën. Dhe çka shohim në natyrë, mundohemi me qitë në punimet tona, si po shihni ju edhe këtu, është flutra, në të lifar gongje, lule, dhe më thënë, punojmë. Kohët e fundit kemi punu vrapusjen e Prizrenit, cilët mjeshtit ma shumë kam punu, ata do të sqarojnë. Të motivet, veçdeshta mund ndërlidh, të motive, do më thonë në rend parë i kemi ato punimet tona tradicionale shekullore të shprehna, që sot e asaj dite ende i punojmë. Një mënde i kemi ato punime tradicionale që çdo trev e jona i ka, shembull i kemi ato brezrat apo kollanat, që çdo e re sot nëse shkon nuse, do më thonë i ka ato, është bo tradit. Përveç asane i kemi edhe këto prodhimet kombëtare, si e ceku edhe menaxheri, prodhimet fetare, qofshin ortodoks, krishter apo në besimit islam, po zakonisht na ma tepër përshkojmë ka ajo që të rrujmë ato tradicionale kombëtare tona. Shembull, na i punojmë punimet tona, i kemi hynesha në front, që është hynesha dihet është e qytetit Prishtinës. Na i kemi vrapusjen e Prizrenit, domethënë i kemi urën e Gurit, kemi ndërtesën e lidhjes Prizrenit, domethënë të gjitha këto i punojmë, i shndrojmë në artin e filigranit, kështu që varet vetëm prej kërkesave se çka kush kërkon. E pyetja për fund të kësaj bisede ndoshta është se çfarë duhet bërë që ky zanat të mos humbë? Duhet çdo herë me pas përkrahjen e qeverisë. Na jemi mundu me hapë shkollën e mesme të filigranit, mi po deri tash kemi pas sukses. Kemi bisedu edhe me Ministrinë e Arsimit, si në Prizren edhe në qeveri, po besojmë në të ardhmen, si fillojnë organet me funksionu, atëherë besoj që do të hapet edhe shkolla e mesme e filigranit, kishim me qenë të gëzëkushëm na me të trashëgu rinis. Po, normalisht. Por gjithashtu ndoshta me ju tregu të gjitha atyre që janë të interesuar duke ndjekur edhe emisionin Pasion e Profesion se si mund të vinë, të kenë qasje tek ju dhe të vinë të mësojnë rreth këtij zanati. Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren çdo vit hap konkursin për punëtorin ton. Besoj që edhe si vjet ka me hap, muajin e 4 apo 5. Duhet me pas pakës kujdes me përcjell webfaqen e Kuvendit Komunal dhe munden me ardh pa problem. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Pasion e Profesion, se keni diçka me shtu për fund. Për fund kisha me apelu të organet përgjithëse. Mundesh me afro mikrofonin, fal. Për fund kisha me apelu të rend parë të Ministria e Arsimit, Qeverinë e Kosovës, në bashkëpunim me drejtoritë e arsimit, që na jemi mjeshtër të përgatitur profesionalisht, jemi të gatshëm të japim ata çka dim, ta trashëgojmë gjeneratat e reja, domethënë nuk jemi tu e fshi zanatin e filigranit, po vetëm ato procedurat, mos shprehna burokratike, po procedurat ligjore që janë, domethënë ne të ndërtojnë dhe ne të hapin një paralele shkollën profesionale në Prizren, ne jemi të gatshëm të japim ata çka dim dhe ta trashëgojmë gjeneratave të reja, se është fatkeqësi e madhe që
jo vetëm Prizreni, po Kosova ta hup një zeje me vlerë shumë të madhe. Edhe në fund, kretë fund për e thomë edhe këta. Nëse Prizreni mburet me historinë e lidhes shqiptare të Prizrenit, në anën e artit, Filigrani është ajo që e krenon qytetin e Prizrenit, se ne jemi burimi dhe ama e Filigranit në Prizren. Po pa tjetër. Ishte shumë kënaqësi e madhe që kem këtu dhe të dëgjoja më nga afër për traditën dhe për mundësinë që po ja ofroni edhe të rinjve që të mos humbasin këto zanate. Faleminderit shumë nga ju që e ruani ende këtë traditë dhe kënaqësi e madhe që ju kam pasur sot këtu. Faleminderit edhe për juve. Kënaqësia ishte edhe neve me ardhur këtu, me ju taku juve. Faleminderit shumë. Mund të hanë tash, ju bëft mirë. E shikues të dashur, tash pasi kam ngrënë edhe jam ende më e lumtur, siç po shihet edhe fytyra jam. Dua të falenderoj shumë mysafirët që ishin nga Prizreni këtu në Pasion e Profesion, por gjithashtu dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit. Gjithashtu, mos të harroj, nuk kam se si me arru, sepse ushqimin e kam bo fantastik edhe sot e kam përgatit të mrekullueshëm. Valmir, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Ishte kënaqësi e madhe. Gjithashtu edhe ime, faleminderit për ju për thirrje. E na keni kënaqur me këto receta. Nuk bën çështo. Se veç po shkoj të ushtu kile. Pashtrik, faleminderit shumë që ishe pjesë edhe një herë e Pasionit, edhe ju presim përsëri të dyve. Kënaqësia është e jemte. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, ne shihemi përsëri të dielën tjetër nga ora 18. Mirupafshim.